Lutja e të sëmurit. Një ditë, profeti Muhammed alayhi selam vajti tek një besimtar i sëmur, i cili ishte ligështuar dhe dobësuar sa që kishte mbetur sa një zog pule. Pasi e përshëndeti profeti Muhammed alayhi selam e pyeti të sëmurin: "A e ke lutur Zotin dhe a i ke kërkuar ndonjë gjë?" I sëmuri tha: "Po, gjithmonë e kam lutur Zotin që dënimin e botës tjetër të ma përshpejtoj në këtë botë." Profeti Muhammed alayhi selam ndërhyri dhe i tha: "I patë meta je o Zot, mos u lut kështu, se nuk e përballon dot." I sëmuri e pyeti: "Po si të lutem?" Profeti Muhammed alayhi selam i tha: "Thuaj: o Zot, na jep të mira në këtë botë, në botën tjetër, dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit." I sëmuri u lut me këtë lutje dhe u shërua. Lutja më e shpeshtë e profetit Muhammed alayhi selam ishte: "O Zot, na jep të mira në këtë botë, në botën tjetër, dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit." Allahu është pranë të sëmurit dhe vizitorit të tij. Prandaj tha: "Sikur ta kishe vizituar atë, do të më kishe gjetur atje." Dhe nuk tha: "Do ta kishe gjetur atë tek unë", siç tha për dhënien e ushqimit dhe dhënien për të pirë, por tha: "Do të më kishe gjetur tek ai", i sëmuri. Dhe kjo tregon se i sëmuri është afër me Allahun e lartë madhëruar. Prandaj dietarët kanë thënë: të sëmurit ka më shumë mundësi t'i pranohet lutja kur lutet për dikë apo kundër dikujt. Dhe në këtë gjë ka argument për pëlqyeshmërinë e vizitës së të sëmurit dhe se Allahu, i patëmeta dhe i lartësuar, është pranë të sëmurit dhe pranë atij që e viziton atë, për shkak të fjalës së tij, do të më gjeje atje. Durimi gjatë sëmundjes. Personi që vuan nga një sëmundje duhet të qëndrojë i duruar, dhe për këtë nuk ka shpërblim apo pasurues më të mirë se kjo, e rezervuar për ata që durojnë. Suhejb ibn Sinani transmeton se profeti alayhi selam ka thënë: "Sa i çuditshëm është rasti i besimtarit. Gjendet e mira për atë në çdo gjë, por ky nuk është rast për çdo njeri, vetëse për besimtarët. Kur besimtarit i ndodh diçka e mirë, ai falënderon Allahun dhe merr një shpërblim. Kur bien mbi të fatkeqësi dhe ai ka përcen ato me durim, gjithashtu edhe për këtë ai shpërblehet." Enesi transmeton: "Unë dëgjova profetin alayhi selam duke thënë: Allahu ka thënë, kur unë sprovoj robin tim tek gjërat më të dashura të tij, te sytë e tij, dhe ai e ka përcen me durim atë, unë i siguroj atij xhenetin." Ata Ibn Rabah transmeton se ka dëgjuar Ibn Abbasin të thotë: "Doni t'ju tregoj një grua që është banore e xhenetit?" Unë i thash: "Patjetër." Ai tha: "Kjo grua shkoi tek profeti alayhi selam dhe i tha: Unë vuaj nga kriza epileptike dhe për shkak të saj ndonjëherë trupi im zbulohet. A do t'i lutesh Allahut të madhëruar të më shëroj nga kjo sëmundje?" Profeti alayhi selam i tha: "Nëse dëshiron të fitosh xhenetin për shkak të kësaj vuajtje, je e duruar. Po nëse ti dëshiron, unë do t'i lutem Allahut të shëroj ty nga kjo sëmundje." Gruaja tha: "Unë do të duroj." Pastaj ka shtuar: "Unë zbulohem kur kam kriza, kështu lutjo Allahut për mua që të mos zbulohem." Kështu profeti alayhi salam u lut për të. Vëllezër të nderuar, lutuni Allahut për të kërkuar mirësi për veten tuaj, sepse engjëjt, të cilët janë të pranishëm, thonë amin për çdo gjë që ju shqiptoni.